dhe po spekulohet nga opozita se do t'ju lejohet serbëve do të marrën në shtetësi, nuk është e vërtetë. 70.000 qytetarë të Republikës së Kosovës jetojnë në Gjermani që po kërkojnë me e kthy shtetësinë. Lista serbe ka pas votu edhe presidenten atëherë, por nuk na ka ndosh votat e tyre. Çdo emër i patriotëve tanë, siç është Isa Boletini, duhet të jetë në çdo rrugë, nëse ka nevojë edhe në kufi me rashk pranë. U pan shumë reagime nga opozita duke sulmuar në emër të asaj, duke bullizuar që duhet të përkrahet çdo iniciativë mirë e cila ka të bëjë për çështje bujqësore. Tash ata që po na kopjojnë, po e shihni që po na kopjojnë në gjitha fushat, populli do të vendos a do të qeverisim vetë, apo do të kemi nevojë për koalicion. Dhe po spekulohet nga opozita se do t'ju lejohet serbëve do të marrën në shtetësi, nuk është e vërtetë. Nuk ka dallim ligji asgjë hiç. Fare, komplet nenet të cilat kanë qenë, janë bart pa kundërshtim. Sepse këta po spekulojnë për shkak se këta po e dinë që ky ligj e ka edhe një nën për rikthimin e shtetësisë. Çka nuk kupton, të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që me pa vullnetin e tyre në Gjermani është dashur të largojnë shtetësinë për me marrë shtetësinë e Gjermanisë, është dashur të rikthejnë prap pas ligjit para 1 vjet e gjys, që Gjermania e ka futur në fuqi, mund ta kthejnë shtetësinë. E çka ka ndodhur? Duhet nën dokumentet ju ti bëni gati për rikthimin e shtetësisë, ndërsa ti ke linë në Kosovë, je shkollu, por ke shku jashtë. Është lehtësu procedura, po thënë. Tash është jo lehtësu. Tash vetëm një kërkesë bën. 70.000 qytetarë të Republikës së Kosovës jetojnë në Gjermani që po kërkojnë me e kthy shtetësinë, rikthimin e shtetësisë. Tash na atyre me leju që vetë dokumente me i pas burokraci një njeriu i cili ka qenë shtetas i Kosovës. Prandaj opozita po e din ku ka problemi. Hallin e ka të mërgallë. Lista serbe ka pas votu edhe presidenten atëherë, por nuk na ka ndosh votat e tyre. Edhe ju e dini që shpesh kanë ardhur kuvend me votu gjërat për mu duk që janë. Ka qenë pjesë e këthat që keni kryesu grupin punus, kanë marrë pjesë ata përfaqësues e tyre në komisionin punus? Po, kanë marrë dhe ka pas rekomandime, ka pas rekomandime, por na kur gjë. Ata kanë tentu disa gjëra, të gjithë komunitetet kanë marrë pjesë. Por na në fund kemi vendosur me shumica jonë. Ka pas diçka kërkesa më të thella? Jo, ka pas kërkesa të ndryshme, por nuk janë përfill, sepse kanë menduar ata që duhet të jetë ligji pak më i fleksibel. Mendoj që një kuvendi komunal atje ka vendosur dhe nuk kisha më shtu shumë aty. Ajo ka të bëjë këtë pyetje kishte më qenë mirë me adresu kuvendit komunal të Mitrovicës Severiut, sepse nëse nuk gaboj, kuvendi komunal është ai që i vendos dhe komuna i vendos emrat. Është ka të bëjë me fushat elektorale? Jo. Unë mendoj që kuvendi komunal e vendos së bashku dhe nuk besoj që ajo është pjesë e Republikës së Kosovës. Dhe për dallim prej ne që përpara thëshin se kjo nuk është pjesë e Republikës së Kosovës, ka qenë dhuratë e Rankovicit, por mendoj që çdo emër i patriotëve tanë, siç është Isa Boletini, duhet të jetë në çdo rrugë, nëse ka nevojë edhe në kufi me rashk, pra në pjesën tonë në territorin e Republikës së Kosovës. Megjithatë në të njëjtën shtizë me Koshtunicën, a duhet apo duhet të ndryshohet të vendoset? Ajo është tash varet prej se si e kanë të rregulluar, por unë mendoj që emrat e patriotëve shqiptar duhet të vendosen edhe në rrugët në 14% të territorit të Republikës së Kosovës. Tash aty, përveç asaj pjesës që po e përmend rrugë, aty kemi mbishime të ndryshme të rrugëve që kanë të serbëve, të cilët kuvendi komunal i ka vendosur me komunë, sepse e dini që janë shumicë serbe. Por është normalisht që u pan shumë reagime nga opozita duke sulmuar në emër të asaj, duke bullizuar që kënë se këto janë gjëra minore që të publikohen. Është e tillë sipas jush? Jo, unë mendoj që çdo njeriu të cilit i ndihmohet, çdo fshati Lopsh, nëse nuk e dini, është një prej fshatrave më të mëdha në komunën e Podujevës. Dhe unë mendoj që duhet të përkrahet çdo iniciativë mirë e cila ka të bëjë për çështje bujqësore edhe fundit kjo është punë e Ministrisë të Bujqësisë.
Andaj kjo... Në aspektin e kontekstit të projekteve kapitale, që më ngritë më shumë, por, është në projektet me i madhë kapital dëgjam, unë mendoj që kjo është një lloj sulmi që bën opozita, por nëse flasëm për çështje të ndryshme, ne dim që kemi marrë një buxhet për 2.4 miliardë dhe kemi bërë 4 miliardë. Ka reflektu në projekte? Po, ka reflektu, sepse 1 miliard euro e ki investimet kapitale, ndërsa në më herët kanë qenë 700 milion, 600 milion. Sot i ki 250 milion euro në Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për biznese dhe prodhime, për shërbim, e i ki 250 milion euro për grante në Ministrinë e Bujqësisë, kur në historinë e Republikës Kosovës nuk ka qenë më mirë. Më në që është investim, sot i ki shumicën e brendeve prodhime vendore në për zinxhiret marketet. Ajo është investim. Pastaj e kemi investime në ushtri, sepse ne mendojmë që kjo opozita e cila i quajtë vitra, të gjitha këto projekcione buxhetore për ta ndihmuar popullatën, sot po del dhe po kërkon votën duke thënë që ne do ta bëjmë këtë 500, këtë 300, ka nisë me... U konsiderua blerje votës madje ky vendim. Tash, varet si është, jo, absolut. Ne nuk i kemi ndihmuar në 2026. Kemi ndihmuar 2025, kemi ndihmuar 2024, i kemi ndihmuar 2023. Po thuaj se janë të njëjta. Tash ata që po na kopjojnë, po e shihni që po na kopjojnë në gjitha fushat, çka konkretisht kjo? Të gjitha. Kërkesa, për shembull, për nënat lehona, për pensionista, për të gjitha po thonë se ne do të ndajmë buxhet të mjaftueshëm për t'i rritë dhe do t'i subvencionojmë gjitha. Mund të ekzistojë një qeveri që ti heq këtu? Po, Dihet janë me vendim, nuk është me leç. Jo, mund të ndodhë. Është e drejtë e tyre. Në rregull është. Nëse vini, nëse jeni djathtë test, edhe keni punu deri dje, pse tash po del po na kopjon neve si parti e majt? LDK-ja doli kështu, PDK-ja doli prap njëjtë. Po thuj se i kanë të gjitha të... Populli do të vendos a do të qeverisin vetë, apo do të kemi nevojë për koalicion. Por unë besoj, në bazë të asaj frymës që po e shoh në terren, sepse jam deputet për 6 vjet dhe nuk e kam pa kur më shumë një mlef të popullatës që Albin Kurtin me çdo kusht nuk po dojnë me leju me qeverisë. Ju e dini? Çka në kupton ky mlefi? Mlefi që a moni me një që thoshin çdo 3 javë, një herë për Bajram, herë për vitin e ri, shkoj Albini. Nuk do të qeverisë. Në pranverë nuk do të jetë. Në verë nuk do të jetë. Për Bajram më ra, në vitin e ri nuk do të jetë më këtë qeverisë. Çdo 3 muaj ke pas një lloj narracioni, mos i besoni, kena më shumë zgjedhje, ky nuk mundet me qeverisë. Ne i bënëm 6 vjet.